më keq se në 97. Pse nga ana politikisht apo? Regjimi i Edi Ramës e ka kriminalizuar shoqërinë në çdo skaj. Dhe e keqja më e madhe shqiptarëve është Edi Rama dhe Partia Socialiste dhe qeverisja e saj. Sot kishe në shtëpinë e drejtorit burgut të Rogozhinës 4.000 rrën kanabis sativa. Kriminaliteti nuk ka fund. Abuzimet me fondet publike nuk kanë fund. Shqiptarët ku dëshojnë shpresën? Dëshojnë shpresën të opozita. Për këtë flasim sot, pra se... Pikërisht. Sa emisione ke qenë në studio që kemi folë për mazhorancën, kështu që sot lutem kemi drejtën ta lëm jashtë. Jo këtë pra. Se këtë kemi lajm PD. I them të doktorit që të drejtën për të shqetësuar për të ardhmen dhe perspektiven e ringritjes së Partisë Demokratike, për të bërë parti fituse, për të realizuar rotacionin politik, për të zhdukur nga qeverisja, këtë qeverisje të korruptuar, normalisht shqetësim duhet ta ketë çdo shqiptar. Dhe për të realizuar kjo, unë të thash që në kryetarës që Partia Demokratike në radhë parë du të ketë një memorje. Së diti du të ketë një libër të kalqifikuar, pastaj le të vazhdoj fushata për pranime të reja sa të doj, po ama ta di kë ka antar partije. Mos dal kryetari Partisë Socialiste të Shkodrës antari Partisë Demokratike. Ose si që më ndodhi mu që gjithë organizata e Partisë Socialiste të Kamzës vishin votoshin për si simpatizant të Partisë Demokratike, se ju i intereson të kishin një kundërshtar sa me të dobët që ta fiton të Partia Socialiste. Pra, për të ruajtur nga këta skema, unë shkoj tek shqetësimi real. Berisha, realisht, nuk ja heq kush drejtën për të garuar. Po, as Neni 46 qëndroj pak tek Neni, po. Jo, Neni 46, kur ti interesoj lider... E tha me gojnë e vetë pra se... Lutem, kur ti interesoj, dëgjo, në Shqipëri dhënja e parave quhet mitmarrje dhe mitdhënie. Në Amerikë quhet lobim. Edhe këtu në Shqipëri, ku leadership është Berisha, zgjedhjet vidhen, kur është dikush tjetër, i shesin. Me kupto, është çështje perceptimi, por edhe është çështje qëndrueshmërie, për atë faktin që Sali Berisha qëndron fort në çdo kaos. Prençi, je dakord që të shkelet Neni i partisë që e kanë bërë vetë? Pra këtë duhet për atë që ai qëndron fort në kaosën e tij personale, unë kritikën nuk e kam me Sali Berisha. Unë e kam me strukturat drejtuese të Partisë Demokratike. A kanë të drejtë për të menduar personalisht, për të thënë deri kur ne do vazhdojmë të mbështesim Berishën? Dhe a vërtet Berisha në nxjerr nga situata? Këtë nuk e ka vetëm leadershipi. Këtë e kanë strukturat e Partisë Demokratike. Unë do t'ju sjell një shembull konkret. E dini që Partia Demokratike nuk i ka problem të zgjedhjet fare? 45 ditë ka që Rogozhina s'ka kryetar bashkie. Është futur në burg me vendim të formës prerë. Keni dëgjuar ju në ndonjë artikulim nga Partia Demokratike për t'ju drejtuar presidentit Republikës ose institucioneve shtetërore për t'u shpallur zgjedhjet e parakoshme? Për këtë nuk se çuditë precis parti kandidat për Tiranën. Po jepes parti kandidat për Tiranën. Për t'i thënë Edi Ramës, ja ku e ke edhe një qelizë të korruptuar të pushtetit. Duam zgjedhje, pse si ban zgjedhjet? Edi Rama nuk deklaron zgjedhjet. Presidenti i Republikës nuk dekreton zgjedhjet. Duhet ta kishin dekretuar nga dita që ai ka përfunduar në burg me vendim të formës prerë, sot duhet kishin mbaruar zgjedhjet, kanë kaluar 45 ditë. Ti e ketë brenda 30 ditëve deri në 45 ditë duhet të marrësh zgjedhje. Po mos do i fitonte ky që molli kanabesin. Me fal. Pa rëndësi ka kush i fiton. Shiko, zoti Kikia, ne flasim për procese demokratike. Mund ta vazhdosh shtytimin. Një parti demokratike e ringritur që pretendon për të ardhur në pushtet, që është qeveria në hije, nuk duhet të largohet nga zgjedhjet. U largohet te kandidimi dhe mbështeti kandidat të pavarur. Po pra, strategjia e tyre. Tani nuk kërkojnë fare zgjedhje. A është kjo parti e gatshme për të futur në proces zgjedhor? Vitin tjetër në pranverë kemi zgjedhje. Zgjedhjet për pushtetin vendor. Po shku me këtë ritëm, pa u përfshi në fushatat e rifreskimit partisë, të hapjes e Partisë Demokratike. Unë nuk kam parë njerëz që të shkojnë në mbledhje, që të mbledhin strukturat e partisë, që të ketë fushat për pranime të reja. Ali Mehmeti është zhëdim terren. Ndoshta duhet të antarësohem dhe unë antar partie. Duhet të antarësohem unë në një parti të opozitare, kush të pëlqej. Unë s'kam ngjuar në një parti politike të opozitës që ka fushat pranimesh. Unë kam qenë antar i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike për 7 vite.
unë nuk kam parë një fushat, që orët qelet një fushat për pranimet reja, që me të vërtet të bëjmë një census dhe për te censusit fillojmë fushatën e pranimeve të reja. Bën Partia Socialiste 16 vjetë në pushtet, bën fushata për pranimet të reja, një vit para zgjedhjeve të pushtetit vendor dhe një vit pas zgjedhjeve të përgjithshme. Partia që duhet përmbysë regjimin nuk bën. Kjo më shqetëson. Okej, Rilder?